Zonja dhe zotri, mirë se vinin Klubin Sportiv. Unë jam Drilon Xhopollari dhe mbyllë vazhdim do të jemi së bashku për cilë dhe ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Është mbyllur kampionati i rregullt i Biznes Superiore. Java e 36 prodhoi emocione dhe surpriza. Elbasani u poshtë nga Tirana me rezultatin 1-3 dhe bardheblut siguruan mbijetesën në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Në takimet e tjera, Partizani mundi 2-1 Dinamon. Teuta fitoi 3-2 përballë Ignatias dhe do të shkojë në play-out. Vllaznia mundi 2-0 Flamurtarin dhe fitoi vendin e parë, ndërsa Vora siguroi mbijetesën pas suksesit 5-2 ndaj Bylisit që bie në kategorinë e parë. Klasifikimi pas javës së 36 është Vllaznia me 36 pikë, Elbasani 62 pikë, më pas vjen Egnatia dhe Dinamo, që kanë siguruar pjesëmarrjen në Final Four. Më pas Partizani Tirana, Vora, e cila siguron qëndrimin në kampionatin shqiptar, më pas Teuta me 42 pikë do të luajë në play-out me fituesin e çiftit që do të luajë sot ndërmjet Pogradecit dhe Besës, Bylis dhe Flamurtari bien nga kategoria. Ndërkohë formacioni më i mirë javës së 36 është përzgjedhur si më poshtë. Në port Beka i Tiranës, në mbrojtje Buxhela i Partizanit, Kotobelli i Teutës, në qendër së bashku me Pusin e Vllaznisë dhe në krahun e Djath Haxhiu i Tiranës, në mesfush Tabeku i Tiranës, Myslovic i Tiranës, Daka i Vorës dhe Ara i Vllaznisë. Në repartin e sulmit është Daci i Teutës dhe Keko i Partizanit. Trajneri i javës është zgjedhur Orges Shej pas suksesit të rëndësishëm në Elbasan, ku morën 3 pikë që i siguruan qëndrimin në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Ndërkohë, Federata Shqiptare e Futbollit ka përcaktuar dhe kalendarin e ndeshjeve që do të zhvillohen në Final Four për të përcaktuar ekipin që do të shpallet kampion. Për diskutuar